أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Allahun azza wa jalla falenderojm kurse salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojm. Të nderuar, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lenin Allahut azza wa jalla sot përmend me tregimin dhe momentin kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I jep dhurat Omerit radhiyallahu anhu. Në ndodhin që shënohet në Sahihun Imam Buhariut dhe Muslimit, që transmeton Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu dhe thot: një ditë prej ditëve Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu në hyrje të xhamis e pa një njeri duke shit një gjybe e cila ishte e mëndafshit. Një gjybe të mëndafshit. Të dera e xhamis, tu hin xhami Omeri radhiyallahu anhu, e shet një njeri duke shit të dera, e shef një njeri duke shit të dera gjybe të mëndafshit, të bukur, të një lloji dhe të kategorisë shumë të lartë. Thuhet që ai që I ka shit gjybet e ka pasim në Atarit. Atarit ka qenë njeri I cili ka pas kontakte dhe vizita me pallate mbretërore. Dhe thuhet që mbretërit gjybet që si kanë pëlqy, apo që nuk ua kanë bërë sipas qefit të vet, apo ndonjë x arsye tjetër, I kanë shit. E ky Atarit çato pikërisht çato gjybe ua ka ble atyre dhe ka ardhur në Medinë dhe ua ka ofru për shitje muslimanëve besimtarëve në Medinë. Dhe kur e shef Omeri radhiyallahu anhu atë gjybe të bukur, duke u shit në derë të xhamis, shkon dhe I thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, sikurse ta kishe bleti një kësi gjybe, se kana shumë e bukur, shumë e mirë, e këtë gjybet e veshësh kur del imam, e të veshësh këtë gjybet dhe kur vinë delegacionet, se në Medinë vishin delegacionet të shumë shteteve të ndryshme, dhe Omerit radhiyallahu anhu I shkojnë në mend që kur del imam, apo kur vinë delegacionet, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë I veshur me një gjybe pak më të dallume, më të veçume, madje të jetë I vesht me gjybe që veshen mbretërit në atë kohë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha: Ja Omar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Tha Omar, tha këtë gjybe të mëndafshit e veshi njerëzit që s'kan hise në ahiret. Ato që s'kan hise në ahiret, ato e veshin këtë. Ato që kanë gajlën në ahiretit, ato që dhe me pas hise në ahiret, e me pas shpërblim në ahiret, ato nuk e veshin këtë gjybe. Dhe Omeri radhiyallahu anhu e ndërpreu këtë bisedë. Nuk kaloj pak kohë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I vinë disa gjybe nga vende të ndryshme dhe në mesin atyre gjybeve apo gjësendeve ishte dhe një gjybe e mëndafshit. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e merr këtë gjybën e mëndafshit dhe thotë: çojeni këtë gjybën e Omerit. Kur ja çojnë gjybën e Omerit radhiyallahu anhu, Omeri radhiyallahu anhu vjen te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe I thotë: Ja Rasulullah, ma kishe dërgu një gjybe të mëndafshit, a ti mu më thave pak ma herët se gjybën e mëndafshit nuk e veshin njerëzit që kanë gajlën e ahiretit. A nga ana tjetër ma ke dërgu këtë gjybe, çka ti bëjnë kësaj? A ta veshe, a mos ta veshe?
Aty mu më thave, mos me blejat për ty, dhe vetë do shte me blej, sepse është një gjë që neve besimtarve nuk në takon. Se për muslimant, meshkuj është haram veshja e teshave të mëndafshit. Sfila është haram. Sfila ju takon imanlive në xhenet, inshallah. Allah gjithve në vesht me roba të mëndafshit në xhenet. Anë këtë dujona i kemi haram. Burat, kurse gratë e kanë halal. Për gratë lejot mëndafshi, s'prishku. Për burat musliman, mëndafshi nuk lejot. Mos t'i dhnon ato që nuk janë musliman. I kemi dëshkije shqiptar, jo musliman, edhe ato i dhnon kur të regojmë na çka lejot për neve, çka ndalot për neve. Na folmi për ne muslimant. Ato që s'kan hise ahireti, që s'kan gojle ahireti, për ato çdo sent është ndryshe. Unë jam të folë për imanlit, hoxha folë për imanlit. Ato për fejnë e tyre, në të mësojnë nga popat e tyre. S'kan qka miren me neve o gjallartë. I kanë ato popat e vetë, me qëllim ju thamë popa se alo meshat i ndëgjojnë në gjuhën ruse dhe në gjuhën sërbe. Ato në të meren me ato dvetit, na kallëzim si është për neve muslimat. S'ko i dhri me këto. Se themi këtë për inat të askujt, e të regojmë thjesht fejnë tonë, dinin tonë. Si është islami. Islami kështu e shef, ai që musliman, shumë kollaj e ka me marrë vesh këtë mesele. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thotë, Omer, unë nuk ta kom quti kjo gjube që me vesh. Ta kom qu kjo gjybe, që ti kjo gjybe, ndash majën shpejt dikon të përdore për zbukurim në diçka, ose bëni çka dush ti. Omeri radhiyallahu anhu e merr këtë gjybe, i ja çon një vllaut të vet në Mekë që ishte mushrik, ja çon dhurat. Ja çon dhurat vllaut të vet që ishte në Mekë. Që Allah se kishte pranu islamin. Dhe këtu ka disa mesele që janë të rëndësishme. Para, lejohet zbukurimi i mëndafshit për shpejt dikont, nuk prish punë. Nëse dikush do në perde me pas mëndafshit, apo kujdu në ndonjë mbulesë të ndonjë tavolinës, apo do në me ablem mëndafshin bashortës e vetë, që ajo ta bojnë ndonjë fëstan, apo ndonjë zbukurim pjesë të teshës tjetër, nuk prish punë. Dhe nuk prish punë që mëndafshin, nëse kemi diçka që një tesh neve nuk na lejohet, me adhon dhurat ndonjë jo besimtarit, që ata e kanë halal. Për jo besimtarit, veshja e mëndafshit është halal. Ata e kanë të lejume. Sepse kjo është një tesh që në esencë është e lejume, e që Allahu Azza wa Jall me urtësineve dhe me hikmetin ja ka ndalu meshkujve. Dikujt mos t'i shkojë mendja që me këtë mesele të bëjë hile, që nëse dikush ja bjen dhurat një shishe alkohol, e qatë shishe të alkoholit me shku me adhon një jo muslimanit. Nuk lejohet. Se alkoholi është i damshëm edhe në esencë, edhe në praktik. Dhe nuk lejohet as për meshkuj, as për femra, madje alkoholi nuk lejohet as për jo muslimant. Edhe krishterët në librat e tyre e kanë haram alkoholin. Deri në vitin 300, sipas kalendarit, pas vdekjes së Isës alayhis salam, jo musliman krishterët se kanë hongë as mishin e derit, se kanë pi as alkoholin. Sepse në librat e tyre të shenjta ndalot një gjë e tillë. Në vitin 300 vjen mbreti Konstantin dhe ai me
me pushtetin e vetë të madh dhe me ndikimin dhe shërbimin e madh që ja bën natyrisht edhe kishës sa asoj kohë, që thuhet se ndërton mbi 12.000 apo 120.000 kisha, si informat se kam të freskët, e pastaj me ato priftrit e tij ai e bën një ndërhyrje edhe në librat e shenjta të tyre, e që krishterëve u lejon konsumimin dhe përdorimin e mishit të derit dhe të alkoolit, dhe të pirjes së alkoolit. Kurse në origjinë dhe të jo muslimanët është ndaluar, e dikush mos t'i bëjë shejtani vezvese, që kur t'i vi diçka e tillë, thot na e kemi haram, ama nëse e kanë halal ata, aty më madha. Ose si kur bëjnë disa avgji, vrojnë derat e egër në për male, ato vetë nuk e prekin, ama ja qenë lokacionin ndonjë jo muslimanit. Kjo nuk lejohet. Sepse konsumimi i mishit të derit është haram edhe për krishterët. Është edhe për muslimanët, sepse është një mish të cilën Allahu e ka ndaluar me konsumu. Dhe nuk bën me bë krahasimin e këtyre meseleve me këtë ndodhi. Dhe rregulli i kësaj është se ehlul kitab lejsu bi mukhatabi bi furu'il islam. Është një rregull në shariat se ehli kitabët se kanë për obligim zbatimin e ndalesave për urdhnesave që janë sekondare në islam. Ate kanë obligim me i praktiku dhe zbatu urdhnat që janë primare të islamit, që është shahadeti. E kur thënë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, pastaj vazhdon kjo. Nga kjo mesele kuptohet edhe çështja se lejohet që muslimanët me shit mëndafshin. Lejohet me shit, ai që vjen me blej, ai blen për me përdor për diçka, ndonjë tesh për bashkëshortën e vet apo për diçka tjetër, ajo është punë për të. Me rëndësi është se meshkujve musliman nuk ju lejohet përdorimi i mëndafshit për veshmbathje. Nuk lejohet. Pse blejnë për bashkëshortën e vet, s'kemi të drejtë edhe me pyet. Dhe në tregjet islame lejohet që të shitet mëndafshi. Dhe lejohet që mëndafshin me adhon dhurat jo besimtarët. Njëkohësisht këto është edhe një mesele tjetër që lejohet edhe jo besimtarëve në përgjithësi me ju dhon dhurata. S'ka kur gjot ndales, madje edhe nëse është politeist, mushrik në këtë rast, sikur që ka qenë ky vllahu i Omerit. Kush është ky vllahu i Omerit ka disa komente. Dikush e ka përmend se është një vllah prej xhinit që ka pas në Mekë, dikush e ka përmend se ka qenë një shok i afërt i Omerit, dikush e ka përmend se ka pas një vllah prej nanëve vetëm dhe kështu me radhë. Dhe kështu me radhë. Por kryesia dhe baza e kësaj është se lejohet jo muslimanëve me ju dhënë dhurata. Dhe lejohet me i respektu dhe nderu dhe me tregu kujdes ndaj familjarëve jo musliman. Ndaj familjarëve jo musliman. Na sot, nëse përmendemi se sa tregojmë kujdes ndaj familjarëve musliman, i kemi punë të katastrofë. Që me bo një anket, a i kemi thirë dajen niftar, a i kemi thirë migjen niftar, a i kemi thirë hallën, a i kemi thirë tezët niftar, a i kemi thirë djemë të migjes niftar, të në kusherit tonë. Mos folim që janë këtë musliman këto, elhamdulillah, të na këtë musliman i kemi dhe na si kemi këto probleme. Na duke qenë krejt musliman, kemi mangësi dhe kemi ankesa dhe vërejtje serioze në këtë drejtim, apo më mirë thonë raportet tonë me kusherit tonë, me familjarët tonë. Aty kishmi pasur vëllezër jo musliman. Dhe njerët kjo është edhe një këshill për ato musliman që janë konvertuar, kanë pranuar Islamin, me ju tregu se nuk do me thonë sepse e ke pranuar Islamin të i dhërosh me këtë familjen tënde që janë jo musliman. Përkundrazi, ti lidhjet familjare, farefisnore, dush me mbajt me ata. Dush me tregu kujdes dhe respekt ndaj tyre. Pse ata në një fe tjetër nuk do me thonë
që na ndaj atyve mu sjell keq, mos me tregu kujdes, mos mu abo për hajr kur i kanë fejesat, kur i kanë darsmat, mos me ju dërgu dhurata, e mos me tregu kujdes ndaj tyre. Natyrisht duke mos i shkel rregullat dhe parimet islame. Dhe ndonjëherë vëllezërit tonë musliman bin në gabime të tilla, e që Zot na ruaj nëse bjen në atë gabim duke menduar se është duke bëu mirë. Se është duke tregu respekt dhe nder ndaj të tjerëve me rregulla dhe parime që sipas Islamit janë haram i bë ato veprime. Dhe çdo hap i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mësim dhe jetë për neve dhe me kuptu se të njëjtën jetë që na jetojmë edhe ata e kanë jetuar. Dhe të njëjtat probleme me të cilat na ballafaqojmë në jetën tonë, me të njëjtat janë ballafaquar edhe ata. Dhe mes rreshtave nga ndodhitë e tyre apo jetës së tyre, ne do të më marr porosit dhe mesazhet. Andaj dietarët e kam përmend këto, për shembull autori ka shkruar Fawaidul Hadith, dobit e hadithit. Edhe ka përmend dobia e parë, lejohet me shit te dera e xhamis, lejohet me bot tregti në hyrje apo te dera e xhamis. Lejohet me dhon dhurat jo besimtarit. Lejohet që mundafshin që na i kemi haram me vesh, me adhon jo besimtarit që ajta veshë. E lejohet këlle disa mësime porosi që do thotë janë mesele të mëdhaja, nga të cilat mesele, shumë mesele dhe çështje tjera ndërlidhen me ato që neve na duhen në jetën tonë. Na duhen në jetën tonë. Omeri radhiyallahu anhu është prej njerëzve që transmeton hadithin e Xhibrilit a.s. Kur përmendet në historinë islame, hadithi i Xhibrilit dihet, një hadith është. Një hadith është, hadithi i Xhibrilit. Hadith që është madhështor, e që shënohet në Sahihun e Imam Muslimit, që transmeton Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu, i cili thot Haddathani Abi. Edhe është nga hadithet e rralla me këtë konotacion që Abdullah ibn Omeri thot më ka tregu baba jam. E kum një pi babës tem. Kështu thot ibn Omeri radhiyallahu, e tregon këtë në shenjë krenarie dhe dashurie ndaj babës së vet. Më ka thon baba. Kjo është respekt dhe nder. Dhe Ibn Omeri, kur e transmeton këtë hadith, e thot kështu, ma shqip, ma në gjuhën tonë, më ka thonë baba. E kum një babën. Duke më thonë, derisa na ishmi të ult dhe duke ndet me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur për më njëherë, pa pritmas, hyri një njeri në xhami. Një njeri hini në xhami. Thotë Omeri radhiyallahu anhu, ky njeri i kishte teshat shumë të bardha. Hinë në xhami, teshat shumë të bardha. I kishte flokë të zeza. Dhe thotë Omeri, ama nuk kishte nishane të udhëtimit. Teshat e bardha, flokët e zeza, do të teshat ish pa plumb. Ai që ka shku në Arabi, e din se ato teshat e bardha, do të ish pa udhëtu që ati të usiv, shumë shpejt plunosën. 2 ditë, 3 ditë, dush me hek, me la. Flokët, mi pas të shplume, plunit që është në Mekë dhe Medinën, thotë, mendet ma gjatë jashtë, mos folmi nëse udhëton Mekë e Medinën për shkretin. Do të bëhen të kafta. Do të mamin e vërejsh se ki plun në kokën tënde. Qunë sabah e vërejnë veturat e bardha
si u ndryshot në ngjyra nga pluni i madh që është prej Saharës, prej shkretinës. Thot ky teshat e bardha, flokët e zeza, a nuk ka nishane të udhëtimit, a kur kush se njeh, nuk ka i Medinës. Edhe të hyni a njeri shkoj u ullë të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I afroi gjunjët e tij të gjunjët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i vendoi durt mbi kofshat e vet apo mbi gjunjët e vet. Dhe i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: Ja Muhammed, akhbirni anil Islam. Tha Muhammed, tregon për Islamin. Dhe kjo është e çuditshme se po ja din emrin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe po ulet te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a kur kush se njeh. A Omeri kush s'është dopi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ja bën xhi. Diçka e çuditshme, jo normale. Sikur ai që rinë gjithkohës shembull me mu, gjithkohës me mu, vjen një njeri në xhami, kur s'kam net, kur se kom pa, dhe ai thot, ku je marra? Dhe i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tregon për Islamin. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, el Islamu, Islami është me thon shahadetin, Eshhadu an la ilaha illallah wa eshhadu Muhammadan Rasulullah, me fal namazin, me dhon zakatin, me agjëru Ramazanin dhe me shku në hax nëse ki mundësi për një gjë të tillë. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sadaqta. Tha e qëllove. Thot Omeri radhiyallahu anhu, që hem e pyet Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, hem i thot e tamam e kije. E qëllove. Ç'ashtu është? Kjo i ka habit sahabët se kjo herë e parë po ndodh dikush me pyet diçka Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, edhe me të pyet ti tregon edhe me thon e ç'ashtu është. Zakonisht ai që është i madh i thot nxënësit vetë, mësuesi, profesori i thot nxënësit vetë, e pyet diçka ti tregon edhe ai thot ç'ashtu është. E qëllove. E gjudite. E pastaj dhe nuk është edep, nuk është terbie që nxënësi mësuesit mi thon ashtu. Që nxënësi mësuesit mi thon ashtu. Andaj Omeri u habit. Që xhamati edhe marr me pyet hoxhën, ti edhe mi tregu mi thon, bravo hoxha. Çka be bravo? Ku ka kështu? Ja kjo hoxhën provim me shtia. Po që po ta e pëqallë, ti ba në hoqë. Dila ti si ta maj për para, ama dridhët koma, i falë 8 reqate drejka. Ande kjo i ka ardhë habi sahabeve, këtu ka terbije të sahabeve. Si i ka ardhë habi, se sështë edep edhe terbije, a me mu e ka me tija pas. Se nuk është edep terbije, që nëzonë se edhe me pyt dikan, edhe mi thonë e ke qëllu, qashtu është. Se pytja du të më bëmë me sinceritet. E pyt pëse nuk din, jo me provu, aja din as din. Pastaj i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i tha ai njeri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, akhbirna anil iman, tregon për imanin, çka është imani? Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, imani është me besu në Allah, me besu në melaçe, me besu në librat e Allahut azza wa jall, pejgambert e Allahut azza wa jall, me besu në ditën e gjykimit, edhe me besu se Allahu e ka përcaktu hajrin edhe sherin. Kaderi Allahut, me besu në kader. I tha, sadakt. Tha, qashtu është? Edhe i tha pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil ihsan. Tregom çka është bamirësia. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu
fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sa bamirësia është me adhuru Allahun azza wa jall sikur se me qenti duke pa Allahun te bareke ve taala. Me adhuru Allahun mu fal sikur se me qenti para Allahut azza wa jall, sikur se me pa Allahun përpara, i bindur thjesht. Na kret dalim namaz, kret thënë Allahu Ekber, dunjoja për mas, ama si të lidh me namaz, tezga numër 1, tezga numër 2, dyqani numër 1, dyqani numër 2, hoxha e ban plan shtaj si ta falet drekën, mas drekët e shkëtu, mas i këndi atje, në taravih jam këtu, një iftar të ke. Ana ndodh, mu më ndodh që kjo, ndoshta këto juve si ndodha e ma bani Allah, ama mu më ndodh. Tha bamirësia është me adhuru Allahun sikur me pa Allahun te bareke ve taala. Vallahi kjo ndjenjë shumë e madhe që na mungon. Me dhon sadaka sikur se me qenë të dhon sadakan para Allahut te bareke ve taala. Pa na gjithnjë jemi para Allahut azza wa jalla. Allahu gjithnjë na shef. Ama ndjenjën ai kemi as e kemi është tjetër mesela. E pastaj tha, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. E nëse ti nuk e shef Allahun, Allahu ty të shef. Ama kjo ndjenja me ndjej në zemrën tënde se je para Allahut, se Allahun e ke para vetes, është një kategori e imanit që nuk është edhe let me emri. Allah na e pastrof zemrat, na e pastrof njetet, e na e shtoft për kushtimin në adhurimet tona. Që na adhurimet tona mi bo me bamirësi. Jo veç me kry obligim. Me sos gajla. E kum pas në dëgju njerë një hoqë tonin, e kështë shkrujt shumë është me rëndësi, a e falë namazin për të rahatu prej namazit, apo për të rahatu me namazin. Nëse se ka bëj, ka qenë hoxha Jusuf Ajrullah. Allah i dha shty me reshnet. Shumë lafi madha. Me fal namazën për të rahatu për namazët, ta hekmi qafës që këtë obligim, edhe me fal namazën për të rahatu me namaz. Të ditë falin namaz, ama njëri falet për të rahatu prej namazët, ta sose gajlen, ta heke qafës një gajle, tjetëri e fal namazin për të rahatu me namaz. Dytë janë safin e parë, ama njëri knaqët, tjetëri e sos gajle. E që ki që e fal namazin, për të rahatu me namaz, e fal namazin me ndjenjën, së është duke pa Allahun të bareke, së është në takim me Allahun azza wa jall. Kjo është bamirësia, kjo është ihsani. Dhe këtë hadith e transmeton Omeri radhiyallahu anhu. E pastaj e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni an as-sa'a. Kallzom tha kur është kiameti. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il." I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ti mu që më pyet, apo më mirë thonë, i pyetëri nuk e din më mirë se pyetësi. Une që më pyete mu, tonë nuk kam dije, sikurse që ti nuk ke dije. S'muj me ditë. Për derisa ti se din, asu se di. Pastaj tha Muhamedi, pastaj i tha Gjibrili, fa akhbirni an imaratiha. Mi kallzo alametet e kiametit. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, an talida al-amatu rabbataha. Gruaja apo nona kur të apo mami këtu është tekstualisht kur robnesha ka me lind zojen e vet. Kur robnesha ka me lind zojen e vet, mbretneshën e vet. A keni qartë këtë hadith ajo? Nona me fshisën në dorë, fshin, pa qavrën e ka, qika, rinë telefon, thot këshirëm që të teshat mi ban hazër se sot e kam një
takimun e nonës, si thot. E kur os mimi përgatit që to meri lami, që kjo është e mbretnisha. Kjo rikom kryq, pi kafe, nona është i zmeqarku shpe. Allahu akbar. Allahu akbar, dhe o Zot na falë. Që kjo është robnisha. Klasike. Shpine vetë, edhe pse do kanë thonë kur robnesha ka me lind vajzë, se cila vajzë do botë mbretnesh, dhe ka me mbej, ka me lon nonën robnesh, ka me lon nonën qole, stugin ka me lon. Po kjo e përfshin edhe këtë. Kur nona do tjetë pastruse e shpis, e vajza do tjetë e zoja e shpis që ka me urdhnu nonën, bëna këtë, bëna atë, shko këtu, shko atje. E që vije zamani që nona me 2.000, me 3.000, me 5.000 e ma tepër, ajo plus du të me shku edhe hargjën me vable, e me vapru të shpia, se ato thmit pritojnë me shku deri në dyqan, se loja ju jetë në gjysë. Qati ju jetë pa e sosë. Pas të tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o antara al-hufat al-urat al-ala, ri'a ash-shati yatatawaluna fil bunyan. Edhe kur të vije koha që njerëzit fukara, me kundra të shkoqta, me tesha të shkoqta, të vije momenti që ato çoban, të vije momenti që këto me zvete të bëjnë gara, kush ka me bon binaja më të mëdhaja, kush ka me bon ndërtesa më të mëdhaja. Kanë me bogara me zvete, dhe kanë mushty, dhe kanë me qitë qalëm kërshë njëri tjetrit. Njerëzit që deri dje, s'kan pos tesha me vesh, s'kan pos këpuc me vesh, kanë shku në mal me dhen, do vi një moment që me zvete, kanë me ushti dhe kanë me bogara, kush ka me bo ndërtime më të mëdhaja. Kush ka me bo ndërtime më të mëdhaja. Kur asë njëherë në historinë e njerëzimit, ndërtime më të mëdhaja s'kan ndodh më shumë se sot. Pikërisht, njerëzit që nivel botëror, deri para 50 viteve, kanë qenë vetëm çoban, dhe vetëm deve dhe mish deve kanë ditë me hongër dhe me rujt bakti, sot pikërisht ndërtesat më të mëdhaja janë tek ata. Shifeni lindjen e mesme, që deri para 50 viteve, sadaka kanë pranu dhe me zeqat kanë jetu. Dhe këtë se tham une për ato, ma kanë thonë vetë njerëzit, me një moment që më karon me ndet me një miliarder, që më tregonte se atyre zeqati ju ka ardhë prej Sudanit, ju ka ardhë zeqati prej Egjiptit, ju ka ardhë zeqati prej Irakut. Pikërisht Arabia Saudite, Kuwaiti, Dubai, Emiratet në përgjithësi Dubai, sotit se në ma shumë Dubai në njohim, deri para 50 viteve, 60-70 viteve, jo ma shumë, kam pranu zeqat. Këton të para 50 viteve e mbaj men ton, ku kina pranu zeqat. Për me mujt me egzistu, dhe vetëm hurma dhe deve kam pas. A që ka pas hurma dhe deve ka qenë zotnia maj madh, në tenda ka jetu në shatora. Po sot ato, bëjnë gara se cëli ka me thy librin e Genisit, ka me thy do thot në garan dhe ka me hin librin e Genisit, kush do ta ketë ndërtesën më të madhe në botë. A shiqare e shoh me kiametin. Edhe të na, plot ose raste shembuj kemi, që do të thotë njerëzit që para shkurt kohësh nuk kanë pas asgjë, për një kohë shumë të shkurt, bëjnë gara dhe qallëm dhe me ndjemadhësi shesin njëri me tjetrin kush ka me bon shpijen më të madhe. Kush ka me bon
shtëpinë më të lartë, më të bukur, më luks dhe kështu me radhë. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shkoj ai njeri, thotë Omeri radhiyallahu anhu, shkoj tha ai njeri, thotë dhe qëndrova pak dhe shkova te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja Omar, e tedri men isail. Tha Omer, ai pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se Omeri ka mbet me sy hap. Është kurioz me ditë me mësu çka ndodhi. Tha Omer, a din kush ke ky çka erdhi me pyet? Tha po ja Resulullah, du me dit. Tregon, i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadha Jibril, atakum yuallimukum dinukum. Atakum yuallimukum dinakum. Kjo është Jibrili, erdhë që juve me u mësu fejnë tuaj. Ka ardhur Jibrili që me u mësu fejnë. Jibrili a.s. ka ardhën në formën e një njeriut, i veshur me tesha të bardha, me flokë të zeza, me një pamje të bukur, në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për me mësu që këto mesele të rëndësishme. Me kuptu se me ditë shartët e islamit edhe shartët e imanit, nuk ka punë e vogël. Për që këto mesele me u mësu muslimanëve, Allahu azza wa jall e ka urdhëruar Xhibrilin prej qiellit marrë në tokë në formën e njeriut, para krejt sahabëve me hinë xhami dhe me mësu islamin, shartët e islamit edhe shartët e imanit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.